Assalamu alaikum. Ju përshëndes nga xhamia e Profetit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Shumë njerëz pyesin ose interesohen se si është sjell Profeti sallallahu alaihi wasallam me jo besimtarët. Duhet ta dimë që Profeti ynë, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, ishte njeri tepër paqësor. Ishte ashtu, pra siç i takon një profeti, një njeriu të cilin e ka zgjedhur Allahu i lartësuar që të përcjell mesazhin hyjnor. Profeti ynë alayhi salam nuk ishte vetëm udhëheqës, por ai ishte njeriu më i mëshirshëm që ka ecur ndonjëherë mbi tokë. Ai ishte i butë, i drejtë, i durueshëm dhe i paqët, edhe me ata që nuk e besonin. Allahu i lartësuar e përshkruan profetin ton, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të në Kur'an, ku thotë: ne të kemi dërguar vetëm si mëshirë për botët. Ai ishte mëshirë për besimtarët dhe jo besimtarët, për gjithë njerëzit, për botën mbar. Ai nuk mallkoi kurrë ndo kënd pa të drejtë, nuk e ngriti zërin me arrogancë dhe as nuk i shtypte të tjerët. Ai thëriste njerëzit me butësi dhe shpresonte për udhëzimin e tyre. Në Taif, kur e përgjakën profetin ton, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, ata e gjuajtën me gur, e përbuzën dhe ai u largua i përgjakur, me të ardhur engjëlli i maleve, i gatshëm për ta shkatruar atë vend. Profeti alayhi salam tha: jo, shpresoj se prej tyre do të dalin njerëz që do të adhurojnë Allahun. Shiko më pas me delegacionet e jo besimtarve. Ai i priste me buzëqeshje, i dëgjonte, i nderonte, nuk i ofendonte, nuk i fyente, nuk i dëbonte, sepse ishte mëshirë, ishte thirrës. Profeti ynë, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Ai mësoi shokët e tij që ta ruanin amanetin, të silleshin me drejtësi edhe me armikun, të mos shanin fenë e të tjerëve, të mos hakmerreshin pa të drejtë. Ai u mësoi të mendonin me urtësi, të ftonin me butësi dhe të mos harronin asnjëherë se qëllimi i këtij mesazhi është udhëzimi i të tjerëve, jo dhunë, jo imponim. Sot, më shumë se kur, njerëzimi ka nevojë të dëgjoj për profetin ton, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, për profetin i cili përhapi paqe, për profetin të cilin e dërgoi Allahu i lartësuar mëshirë. O Allah, na jep moralin e të dërguarit tënd, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Na bëj thirrës të urtë dhe të butë, duke ndjekur shembullin e profetit ton, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Na e mundëso shoqërinë e tij në xhenetet më të larta. Amin.